Mirëmëngjes dhe përshëndetje miq, jemi bashkë edhe sot në takimin e kësaj të martët, të datës 4 nëntor 2025, ora 7 fiks, nisim emisionin, ora juaj si çdo ditë edhe sot. Në këto 2 orë të parë të mëngjesit do të qëndrojmë së bashku duke u përcjell fillimisht disa prej zhvillimeve dhe ngjarjeve kryesore të orëve të fundit dhe do të kthehemi pas pak minutash në pjesët e tjera të komunikimit të drejtë për drejtë me ju. Kështu që mos u largoni, qëndroni me ne edhe për sot në këtë mëngjes të kësaj të martë. Me zhvillimet nga vendi, Oranews.tv, Benzi aksidenton për vdekje 62 vjeçari. Në Përenjas ndalohet drejtuesi i mjetit. Në Emri shkoi në spital i lënduar 31 vjeçari, nuk bashkëpunon me policinë, ja çfarë rrezikon. Kushtetuesja riktheu në detyrë, shpërthen festa me fishek zjarre pranë qelisë së Veliajt. I smuri sulmon me lev në mes të ditës institucionet, s'ka qendra trajtimi. Kishte dalë me bagti në mal, humb kontaktet me familjarët 65 vjeçarin, tropoi nisin kërkimet për gjetjen e tij. Takimi në Pallatin Elize, të shoqëruar nga bashkëshortet, Alex Soros na fotoalbumin me Ramën. Digjet një grumbull gomash në fushë Milot Tymi dendur në zonë. Liçeni i Shkodrës në UNESCO, Ministria e Mjedisit finalizon aplikimin. Qeveria miraton projekt buxhetin e vitit 2026, priten diskutime në Kuvend në 14 nëntor. Aksidenti pazakont në Lushnjë, Fordi merr përpara tufën me bagti. Një gjet një sasi lëndë narkotike gatshme për shitje, arrestohet 29 vjeçari në Lezhë. I përmendoi qytetarës për shpejtim të procedurave në një institucion në këmbim të 20.000 eurove, autoriteti mbikëqyrjes policore arreston ish punojësin e gardës. Të shtëna me armë durrës plagoset 33 vjeçari. Adriana Kalaja të Endrit Shabani zbardhen 23 emrat e kandidatëve për postin avokatit të popullit. Tuneli llogaras pak me njoftim zyrtar, ngrin akuzën ndaj Viz Berberit, Gentian Gjylit, Eralde Lezit, Jetmira Dervishit dhe Mizeta Kashnicës. 582 vjet nga rikthimi i Skënderbeut në trojet arbërore. Gjinushin nuk ka zhvillim të qëndrueshëm pa shkencë me vizion europian. Në akuzë për fshehjen e pasurisë, Aslan Dojani paraqitet familjarisht në gjyq. Kreu marrëdhënie me forcë me teren, arrestohet 31 vjeçari, i gjendën sende të paligjshme në makinë. Aksion i ri në Tiranë, kur zëmë makinë korsinë autobusëve, i hiqet mjeti Bakaro Atrec. Me uniformë dhe stem policia, kush është i riu që hiqej si polic në Tiranë. Apartamente, prona, dyqane, prokuroria e Vlorës sekuestron pasuri me vlerë 2 milion euro. Aksioni kundër ndërtimeve pa leje Koçiu në Fark, askush nuk është mbi ligjin, kujdes me dokumentet e pronësisë kur blini. Defekt në tubacionin kryesor, këto zona në Tiranë do jenë pa ujë. Sekretet e shtetit për vota GKK shpath fajtori ish deputeti Jurgis Shërbia dhe Altin Hajri, ja sa vite burg do bëjnë të akuzuarit e dosjes së Durrësit. Tirani ishte dënuar për transport paligjshëm të emigrantëve, arrestohet 26 vjeçari. Plagosje në Vlorë, 39 vjeçari dërgohet në spital pas një konflikti. Mjekët apel qytetarëve, inteligjenca artificiale nuk zëvendëson mjekun, konsultim me profesionistët e shëndetit. Policia në Amin me monopatinat janë bllokuar mbi 1400 mjete elektrike. Policia bën bilancin e muajit tetor, u zbardhën 12 ngjarje kriminale, u arrestuan mbi 500 persona. Pretenca Jasa Videburg kërkon spaku për ish socialistin Jurgis Shërbia dhe shokët e tij.
Tuneli Llogara Spak njofton akuzat i shkrehur të ARSH-s Berberit dhe drejtuesit të Kesh. Universiteti Bujqësor i Tiranës feston 74 vjetorin Sallaku, shkenca dhe inovacioni, baza e bujqësisë së të ardhmes. Aksidenti pasoi vdekjen e 33 vjeçarit në Fier, arrestohen 2 drejtuesit e mjeteve. U arrestua për rishfet, mjeku imazherist nuk paraqitet në gjykatën e Fierit. Vionë rokada në policinë e shtetit pritet ndryshime në Shkodër, Lezhë dhe Tiranë. Pas siguria kibernetike, Simo, vajzat në tërësi janë më të prekshme, Azizaj çështja e legjislacionit ende e pazgjitur. Pas siguria kibernetike Elbasani me zhvillimin e teknologjisë shtohen dhe dritaret e reja dhe për kriminalët. Mashtroi një biznes shqiptar përmes emaileve fiktive dhe përfitoi 33.500 euro, ekstradohet Rumunia. Video kreu i ARSH-s Endian Gjuli në Spak i komunikohet akuza e shkeljes barazisë në tender. La në Burg Velien e Gert Pullumbi zgjidhet kryetari i shoqatës kombëtare të gjyqtarëve. Trafik i rënduar në akset që lidhin Juglindjen me Tiranën, radhë kilometrike në Librazh Elbasan, tuneli i Krabës. Shërbeniku 170.000 turist, parku kombëtar shndërrohet në një nga destinacionet e preferuara. Forcat e ndërhyrjes së shpejtë dhe policia zbarkojnë në Vlorë kontrollën në gjithë qytetin. Aksidenti trefish në aksin Shtrum-Roskovec ndron jetë në vendin e ngjarjes një 33 vjeçar. I gjejsi polis në rrugët e qytetit arrestohet 20 vjeçari. Efektivët i gjen armë, uniforma, grada dhe dokumentet falsifikuar. Rikthehet regjimi i lëvizjes së automjeteve pa kontrolle mes Shqipërisë dhe Kosovës, ja deri kur zjat. Përdorin lavazhin për të shpërndarë lëndë narkotike, arrestohen 3 persona në Tiranë. Kërcënuar të ri u shpallën në kërkim 19 vjeçari dhe Belen nis hetimi për një tjetër. Kalonte emigrant pa lishëm drejt Greqisë, arrestohet 29 vjeçari nga Lushnja. Bimë mjekësore në rrezik, eksperti mbledhje pa kontrolluar mund të dëmtojë biodiversitetin. Jo me zhvillimet nga politika duhet provuar, Lala tregon se si Velia mund shkarkohet sërish nga Këshilli Bashkiak dhe qeveri. Podgorica Nano kishte një frym ndryshe nga të tjerët, ishte politikan dhe njëri i batutës inteligjente. Halidi Nanon e kam takuar që është në 1991, kam mësuar shumë nga mënyra se si e modernizoi Partinë Socialiste. Shehaj, kushtetues janë në mbrojtje të korrupsionit Veliajt, la në detyrë një kryetar të arrestuar. Në Beqiri, Velia nuk rikthehet më, duhet jep të dorëheqjen sapo përballë me akuzat e drejtësisë. Velia kryetar në Burg, në Gërdupi, kushtetuesja kishte të drejtë për ta marrë në shqyrtim çështjen. Avokati Rezar Kthupi shpjegon vendimin e gjykatës kushtetuese lidhur me Erjon Veliajn. Partia Demokratike pagoi plot 1.42 milion euro për lasivita në 4 muaj, publikohen dokumentet e dorëzuara në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Baçi, Bega i shkeli kushtetutën me dekretin e tij, Velia duhet ishte në Burg me 100 akuza më të rënda. Pagesa për akomodimin e lasivitare agon Partia Republikane, pjesë e marrëveshjes së koalicionit opozitar, në çdo shpenzim është deklaruar sipas ligjit. Rama do martën në Bruksel për forumin mbi zgjerimin e Bashkimit Evropian. Kushtetuesja rikthen Velian në detyrë të liti refuzoi kërkesën e Partisë Demokratike për të pasuruar shkarkimin nga Këshilli Bashkiak me shkeljet reale.
Spirbali takon Hashim Thacin në paraburgimin e Hagës, lufta për liri nuk mund të njolloset. Kushtetuesja rrëzoi Begajn dhe vendimin e Këshillit të Ministrave për shkarkimin e Veliajt, publikohet vendimi i plot. Vengu në bazën e Pashalimanit, rritje e buxhetit për forcimin e kapaciteteve të mbrojtjes. Kushtetuesja riktheu në detyrë, zbulojnë emrat e gjyqtarëve që votuan pro dhe kundër Veliajt. Vendimi i kushtetuesës për zgjedhjet në Tiranë, Florian Binaj do të kandidojë për kryebashkiak kurdo që të mbahen. Partia Socialiste refuzoi 2 komisionet hetimore. Berisha do të forcojmë aksionin në parlament. Berisha komenton lajmin që kushtetuesja la në detyrë Veliajn, urrëzuar Rama dhe Begaj. Nuk ka zgjedhje në Tiranë, kushtetuesja vendos Veliaj qëndron kryetari i bashkisë, rrëzohet dekreti i Begajt. Ermal Dreda i rikthehet diplomacisë, emërohet ambasador i Shqipërisë në Zvicër. Të drejtat e njeriut miratohen ndryshimet ligjore që forcojnë sigurinë juridike të OJF-ve. Hetimet dekonspirohen me njëherë. Berisha thirrje Bashkimit Evropian mos mbyllin syt përpara bandave dhe parave të nëntokës. Celibashi, nxitja e pjesëmarrjes së të rinjve në procese zgjedhore, prioriteti i KQZ-s. U shpall kampione e Europës në peshngritje kryeministri Rama vlerëson nga Gileda Carje. Hodaj, inspektor përgjegjës për lëshimin e lejeve të ndërtimit në territor. Në Bosdo fuqia blerëse e pensionistëve gati 20% me ullët se në vitin 2013. Baçi, reforma territoriale dështoi, opozita nuk do të përsërisë gabimin e vitit 2015. Fati i mandatit Veliajt. Kushtetuesja lajmëron komunikim, Manastiriu mbi 1000 hapësira publike do të vijë në shërbim të komunitetit në Tiranë. Rama, ta kthejmë boton universitetet rajonale, partneriteti me Bokun rriti me 20% numrin e studentëve. Berisha Veliaj është një person i cili mbahet në burg për minimumin e 1/100 të asaj që ka vjedhur. Berisha në konferencë të jashtëzakonshme narko shteti, po shembet të japim colpo di gracian finale kësaj mazhorace. Spirovali me homologun holandez fuqizojnë bashkëpunimin e ekonomi, siguri dhe integrim evropian. Manastiriu, rilindja urbane 2.0, hapësirat e çliruara do vijnë në shërbim të komuniteteve në çdo lagje. Asnjë urdhër për 21 janarin. Berisha garda veproi sipas ligjit, bllokuan hetimet e dosjes. Partitë kopsitin raportet financiare dhe 11 majit po dën 1 milion euro për sherifin. Monika Kremandi paraqitet në SPAK shfaqjet me luk të ri. Berisha nuk preket kikia në PD, askush nuk flet për leadership. Kuvendi po trajtohet si një partiak. Në zhupa, mazhoranca po shkel kushtetutën me forcën e kartonit. Presidenti Begaj takime diasporën shqiptare në Egjipt. Jemi një ure e rëndësishme e lidhjeje. Në detaje nga mbledhja e grupit Partisë Socialiste, ja kur do të votohet në kuvend projekt buxheti për vitin 2026, po do kërkon mocion me debat në kuvend lidhur me raportin final të OSBE-t. Zgjedhja e avokatit popullit Balla, nuk kemi ende një emër, të ulemi në opozitën për konsensus. Buxheti qeveria miraton, debati në parlament nis në 19 nëntor. Çdo më kishte ngërë mendja që do lavdëroja një demokrat kaq shumë herë, Rama batuta me rektorin e UBT-s gjatë konferencës mbi shkencat e jetës dhe bujqësisë. GKK shtyn sancën ndaj deputetit demokrat Barspaia ja arsye. Xhixho parat që duhet të shkonin për të sëmurët për ilaçet për kujdesin, por zhduken në gropat e korrupsionit. Video Berisha nga dera e SPAK-ut,
publikon dokumentin e ekspulsit nga Greqia të gjyqtares Irena Gjoka. Guraleska jep dorëheqjen si drejtues politik i PD-s për qarkun e Vlorës pas 2 vitesh po djeg mandati. Qeveria e Holandës rekomandim pozitiv për negociatat e Shqipërisë. Piropali vizitë zyrtare në Hag pritet nga ministri i jashtëm. Rama publikon pamje nga Vlora, do të bëhet për herë të parë me një kryetare bashkie. Tabaku stabiliteti i qeverisë ekziston vetëm në letra, shqiptarët po varfërohen çdo ditë. Ndosja Partizani, Berisha në SPAK në zbatim të masës, detyrim paraqitje. Ligji i barazisë gjinore, shehu në rrezik familja e një burri dhe gruaje. Jo me zhvillimet nga rajoni. Rëmbimi i një personi nga xhandarmeria serbe brenda territorit të Kosovës reagon KFOR-i. Ngjarja në Leposavic, Veçra, Serbia vazhdon me veprime destabilizuese. Osmani për FSK-n të stërvitur nga Shtetet e Bashkuara, gati për çdo pëllëmp të adeut. Foto grabitën lokalin në Mitrovic, arrestohen 2 persona. Vendeta në Kret, që ktheu fshatin si aren lufte, kryhet ceremonia mortore 39 vjeçarit. Policia blindon të gjithë zonën. Zgjidhje politike me pa zgjedhje i meri Kosova më afër zgjedhjeve të parakohshme se zgjidhjes së krizës. Qeveria njoftoi mbylljen e 204 zyrave postare në Greqi. Qytetarët reagojnë ashpër ndaj këtij vendimi. Policia e Kosovës ngre dyshimet plagoset dhe rëmbehet një serb në Leposavic. Përçarja e shqiptarëve i kushton pushtetin VMRO DPMNE, forca e parë në Maqedoninë e Veriut. Policia serbe arreston 37 person pas përleshjeve antiqeveritare. Drafti i raportit progresit për Kosovën, përparimi i kufizuar për shkak të ndërçit politik. Raundi 2 i zgjedhjeve lokale rinis fushat elektorale në Kosovë. Bilal Kasami shpall fitoren në Tetov, rivali i BDI-s pranon humbjen. Zgjedhjet e Republikën e Maqedonisë Veriut, shqiptarët humbin komunën e Kërçovës pas 16 vitesh dhe pse janë shumicë, fiton VMRO e Miskoskit. Tensionet ashpra në Beograd, hidhen bomba molotov drejt parlamentit serb. Militantët e Vučićit sulmojnë nënën e një prej viktimave të tragjedisë së Novi Sadit. Zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut, mbyllet raundi 2, VMRO kryeson, vlen fiton 5 komuna. Tragjedia e Novi Sadit, prindrit nisin grevurie përpara parlamentit serb, ndalemi kur plotësohen kushtet tona. Analiza e Radio Europa Lir, Ambujeja dhe Vjena krijuan shtetin e Kosovës pse Brukseli se normalizoi. Një vjetor i shembjes së çatisë në stacionin e trenit ku ndëruan jetë 16 njerëz, 10 mijëra persona protestuan në Serbi. Filloi një person në Kosovë, policia arreston autorin, i sekuestrohet arma. Shohim zhvillimet nga bota. Zbulohet mundësia e një trajtimi të ri për Parkinsonin. Trump do ndërpriten financat për New Yorkun nëse Mamdani bëhet kryebashkiak. Një shtetas letonez arrestohet për spionazh për inteligjencën ushtarake ruse. Ndron jetë një person shkaktar qeni që u tremb nga afishe zjarri. Vdekja 13 vjeçares shqiptare në Itali dënohet me 17 vite burg adoleshente. Bllokimi financiar i qeverisë në Shtetet e Bashkuara nisin shkurtimet të ndihmës ushqimore për 42 milion amerikanë. Gjermania merr masa pas përhapjes së epidemisë së gripit të shpendëve.
SBA mbështet propozimin afrikan për ndalimin global të mërkurit amalgama dentare deri në vitin 2030. 10 të arrestuar për korrupsion në sindikatën më të madhe tregtare të Izraelit. Ndodh në Gjermani, Antifa hedh në erë makinën e politikanit të njohur, do ta ndiqni Charlie Kirk. Përmbytje vdekjeprurse në Valencia jep dorëheqjen udhëheci rajonal. Nuk mund të vazhdojmë më. Trafik lëndësh narkotike nga Kolumbia drejt Europës dënohet pandaj shqiptarëve. Toka po thith më shumë dritë se më parë. Ekspertët nuk e kthen mbrapsht, po erësohet hemisfera veriore. I jepnim regjimit sionist. Khamenei, bashkëpunimi me Shtetet e Bashkuara nuk ka kuptim. 7 vende me shumicë muslimane kërkojnë arpushimin e përhershëm në Gaza. Raporti i ri i Organizatës Kombeve të Bashkuara në rritje cikli pabarazi pandemi kudo në botë. NASA zbulon gjurmuj në kometën e lashtë ndërjore 31 Atlas. Maldivet bëhen vendi i parë në botë për ndalim të pirjes së duhanit për brezat të tërë. Pikula, qëndrimi i KS ndaj autoriteteve në Serbi ka qenë padrejtësisht i butë. Administrata Trump njofton reduktim të ndihmës ushqimore për miliona amerikanë. Plumbi qori me rjetën 28 vjeçare, posti paralajmëruesi i tragjedisë. Nepal, 3 alpinistë viktima të një orteku në Himalaje mes tyre një shtetas francez. Komisioni i Sigurisë i Parlamentit Izraelit miraton projekt ligjin për dënimin e terroristëve. Hekset viziton zonën e demilitarizuar në Korenë e Jugut, me Korenë e Jugut dhe asaj veriut. Ministria Koreano-Jugore e Mbrojtjes riafirmojnë bashkëpunimin me Shtetet e Bashkuara. Tërmeti me magnitudë 6.4 ballë godet Rusinë e epiqendra nga dishullin e njohur. Forbes publikon listën e 10 njerëzve më të pasur në botë, ngjitje rrufe për bosin e Nvidia, Musk, mban kurorën, por mbi 150.000 persona evakuohen në Filipine, ndërsa tajfuni fuqishëm Kalmaegi afrohet brigjeve. Ekstradimi i trafikantëve shqiptar nga Anglia në Itali, mos më çoni atje, burgu s'ka ujë të ngrënë. Gjermania kërkon vlerësimin e gjithë të rinjve për shërbimin ushtarak. Marrëveshja për pushimin në Gaza, Izraeli dorëzon trupat e 45 palestinezë. Komisioni Evropian investon 3 miliardë euro në projekte të teknologjive të pastra. Franca, Turqia po bën përparim breslënës në eksportet e produkteve të mbrojtjes. Dhe në fund lajmi nga sporti. Spalletti rigjen Yildiz ndaj Sportingut e ndaluar të gabohet. Guardiola sikurse në lozhet për Haaland me statistika është si Messi dhe Cristiano. Gabriel Jesus vendon largimin nga Arsenali, ka oferta nga Serie A. Nico Williams ka dëmtim të ngjashëm si Yamal, e pengon të shkëlqejë. Sfidat me Andorrën dhe Anglinë, ja 4 lojtarët që po bëjnë me dhimbje koke Silvinho. Federata Shqiptare e Futbollit vendos datën dhe vendin e topit të artë 2025. Shivu më mirë se Inzaghi, e thonë edhe statistikat. Nga mbrojtësi i bomber, Pavlović është një nga shpiket e Allegrit. Ismaili, jemi gati të japim gjithçka në derbin ndaj Juventusit. Bayerni, superfuqi dhe jashtë fushave, të ardhurat mbi 978 milionë euro. 13 fitore në 4 ndeshje, Alonso trem Liverpoolin rikthimin në Anfield. Pas sfidës flamurtarit Basanit, tifozët lonjat përplasen me policinë në rrugë. Superliga, Dinamo dhe Teuta ndaj nga një pikë, Elbasani feston Kreun në Vlorë. Carlo Ancelotti kthen Fabinhon te Brazili, por Neymar nuk është zgjedhur. Erron dal nga jeta gjatë ndeshjes ish futbollisti i Tiranës, drejtonte klubin serb dhe ishte kandidat për të drejtuar Bardhe Blut. Cristiano Ronaldo i bën qefin
vetes Messi më i mirë se unë, nuk jam dakord. Elbasani fundos flamurtarin dhe merr kryesimin, nuk ka gola në Dinamo Teuta. Edim Bajrami kthehet në tifozët e Rangers edhe ndeshjen ndaj Celticut e sheh nga tribuna. Francezi Realit i pandalshëm, Mbappé më mirë se kushdo në 5 kampionatet më të forta. Tekniku i Dinamos Ilir Daja zgjidhet trajneri më i mirë i muajit tetor. Kto ishin lajmet dhe zhvillimet kryesore të orëve të fundit, të cilat më detajuara i gjeni në oranews.tv. Është koha për një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak. Kthehemi në studio në këtë pjesë të dytë të programit, të parë në komunikimin të drejt për drejt me ju. Në 7:29 minuta jemi drejt për drejt në Oranews dhe në live stream në oranews.tv. Mund ta ndiqni edhe atje në çdo kohë për lajmet dhe zhvillimet e fundit. Ju presim edhe sot në takimin e kësaj të martës të datës 4 nëntor në bashkëbisedim me ju në 068 60 54 639 068 99 00008 për gjithë ju që doni të na bashkoheni dhe bëheni pjesë e emisionit për ditën e sotme, ku do të qëndrojmë së bashku deri në orën 8:50 minuta në komunikim pra në këto 3 pjesë të njëpasnjëshme të emisionit dhe për ditën e sotme. Ju thoj të na bashkoheni edhe për vijimin e këtij momenti, po themi, të programit, si zakonisht në 068 60 54 639 068 99 00 008. Alo, përshëndetje. Alo? Mirëmëngjes. Lodi. Po. Po, këta invalidët do marrin shpërblim si vjet? A, bëre mirë që ma kujtove. Po. Do ta lexoj pas pak të gjithë të plot vendimin e Këshillit të Ministrave ditën e djeshme. Po. Besoj për pak minuta, kështu që më ndiq në televizor nëse s'ke diçka tjetër dhe po, më thuaj. Po, kam edhe diçka tjetër për të thënë. Po, patjetër. Mami im jeton në Greqi, është pa dokumenta, ka pensioni këtu në Shqipëri në Vlorë. Po? Dhe ka kapur një avukate, do ta hedhë pensionin nga Shqipëria në Greqi. Bëhet kjo? Nga Shqipëria në Greqi? Po. Do të hedhë pensionin e saj, nuk vjen dot, ka dokumenta, është 78 vjeçe. Dëgjoj pak, patjetër që mund ta bëj, por unë do ju thoja duke ju lajmëruar që ka goxha kosto kjo. Paguan lekë? Po, patjetër, dhe do ishte më mirë që ajo të lëshonte ose të autorizonte një prokuror, po themi që t'ja marrë dikush tjetër. Po, ajo ka 2 vite gjysmë pa ardhur në Shqipëri, nuk ka dokumenta. Edhe njërë, ajo mund të lëshoj një prokuror këtu dikujt një të afërmi. Unë jam e bia. Bravo. Ajo të lëshoj një prokuror ty, që ta marrësh këtë pension, dhe më mirë ja dërgon ti një herë në disa muaj, pa ato shpenzimet e mëdha, se sa kështu, se imagjino, pensioni pak i ullët është. Ti çosh... Po, ti dërgosh edhe një pjesë në për këto mënyrën se si transferohet dhe kalo. Për mua nuk ja vlem, pastaj është çështje juaj, por që si procedurë po bëhet. Ma kupton? Vetëm se ka një çik kosto. Po. Faleminderit. Do të ndjej të dëgjoj për këto të invalidë. Shiko, meqense jemi te kjo, prit. Po. Një sekond. Mos u largo. Jo. Okej, shiko. Nuk është ende vendim Këshilli i Ministrave. Kjo që thatë ju, unë kisha pak më vonë dhe do ta jep edhe si kronik televizive, por u tha nga ministri Malaj dje në komision dhe u pyet në fakt për invalidët, por që nuk është përcaktuar dhe nuk është vendosur ende. Më kupton? Dhe ka thënë shprehmisht do të shohim nëse ecuria ekonomike do të jetë sipas parashikimeve që kemi deri në fund të muajit dhjetor, atëherë bazuar dhe në kursimet që do të kenë një akt normativ, do të vlerësojmë nëse dhe kjo kategori do të përfitojë një bonus në fund të këtij viti. Deri tani është sigurt janë vetëm pensionistët. Shumë faleminderit. Më kupton? Jo se janë përjashtuar, por nuk është vendosur, nuk janë përcaktuar kategoritë. Vetëm pensionistët janë të sigurt që do përfitojnë, ata me mbi 200 dhe nën 200. Faleminderit e dashur. Mirupafshim, faleminderit. Jo, dëgjofshim, faleminderit juve. Telefonata tjetër, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëro. Kam dalë në pension para 2 vitesh. Po. 2 vite... Ule zërin e televizorit, të lutem. Po. Faleminderit. 2 vite punë nuk më kanë llogarit. Ku ke punuar këto 2 vite? Një sekond, i vërtetoj me libresë, por dokumentet e kooperativës kanë humb. Bukur.
Ky ligj i sigurimeve shëqërore që ka dalë sfundmi, a më jep drejt mu të kërkoj këto 2 vite? Po, duhet të aplikosh një Albania i nderuar që të trajtohesh me ligjin e ri. Ashtu, ha? Po, Mund të kërkoj. patjetër që po, në çdo kohë. Faleminderit. Ligji nuk e përjashton. Faleminderit juve. Mirupafshim. Ju dëgjofshim. Kemi nisur kështu komunikimet e para drejt për drejta me ju në 7:34 jemi në pjesën e dytë të emisionit dhe të parën e komunikimit me ju në 068 99 00008 068 60 54 639. Mirëmëngjes. Alo? Kemi apo jo? Mirëmëngjes. Bonuset ajo në pjesë për invalid apo për gjithë? Shiko pak e nderuar. Deri tani ideja është që është përcaktuar. Ministri dje thanë Po 200 që thonë, për shembull atë kena gjithë një lloj apo po, ule zërin televizorit son që të më dëgjosh mirë. Okej. Aktualisht ajo që është e sigurt është që gjithë pensionistët do kenë një bonus në varësi të pensionit të tyre. Ata që e kanë më shumë se 200.000 lekë, do marrin 100.000 lekë të vjetra. Ata që e kanë më pak se 200.000 lekë do marrin 150.000 lekë të vjetra. Kategoritë të tjera nuk janë publikuar ende, sepse ky vendim do kalojë në Këshillin e Ministrave dhe kur të kalojë në Këshillin e Ministrave pastaj do të jenë të gjitha kategoritë e publikuara me pensionisme, nuk e di unë, pra do jenë pasi të miratohet në qeveri. Po, më thuaj. Faleminderit. Isha i qartë. Po. Pyetje tjetër. Faleminderit. Të lutem e dashur, faleminderit juve për telefonatën në pritje të tjerëve. Alo, përshëndetje. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Ule zërin televizorit, lutem, po. Klodi, kam dalë pension si vjetë. Edhe kam qenë në kem, tani jam hedhur në pension. Kam bajtur kempin, po jam hedhur në pension. Okej. A mund do marrë shpërblim? Patjetër, sepse ju quheni pensioniste. Dakor. Kupton? Dakor, faleminderit. Edhe juve faleminderit shumë për telefonatën. Mirupafshim. Të gjitha kategoritë e përfituesve, sepse patjetër që do të jenë më shumë se sa vetëm pensionistët, po thash edhe pak më herët do të bëhen publike në javët e ardhshme kur të kalojnë qeveri. Mirëmëngjes telefonata. Alo. Mirëmëngjes. Urdhoni zonjë. Unë kam djalin jashtë. Alo. Po të dëgjoj shumë mirë zonjë, më thuaj. Edhe ai ka 10 vite punë, ka qef mu siguru. A mund të sigurohet me një blej vitet edhe 5 vite tjera? Po, të sigurohet në fondi si galësh, mënyra më e mirë. Ma mirë? Patjetër. Në rregull. Patjetër që po. Mirupafshim. Ju dëgjofshin zonjë, faleminderit shumë për telefonatën. Do të shkojmë tjetër në këtë pjesë të dytë të emisionit, 7:37 minuta. Alo, përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Ule zërin e televizorit, lutem. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Alo. Po të dëgjoj shumë mirë, zotëri. Dëgjoj, jam ai qytetari në Apatosi, që kam bërë atë aplikimin edhe nuk më del leja e ajo tapia e shtëpisë. Po? Ta dash edhe me film. Ku ma dërgove që ta shoh? One që ku e dërgove? Ku ja dërgove? Me mesazh dërgoj vetë numrin, Te numri që dërgove ti. 3 të fundit, sa janë të lutem? 021.
Me emër? Emrin tim dhe me Aqif Gega? Po, Aqif Mustafa Gega. Emrin tim Aqif Gega. Po s'më ke nisur dokumentin e aplikimit. Po tani si gruja. Jo, s'ma ka nis gruja, ma kalo se e diu. Nisja. Jo, ma kalo pak zonjën, të lutem, ma kalo se e mbaj mend bisedën atë ditë. Na. Po. Urdhëro. Përshëndetje zonjë, mirëmëngjes. Ti më ke nisur lejen e legalizimit, mua më duhet dokumenti që ke aplikuar, jo ky dokument. Dokumenti që ke aplikuar? Po. Atë. Bravo. Ai më duhet. Jo ky legalizimi, se kjo s'më duhet. Nuk u sqaruam, na u duk sikur kërkoj legalizim. Më duhet, jo, po s'më duhet, ja të e ke dhe ta gëzosh. E kemi ne këtë? Patjetër që e ke. Ja u nisun me këtë numër që u nisa me parë. Patjetër. Dokumentin e aplikimit. Mirë? Rrofsh. Faleminderit shumë edhe ty për telefonatën. Ditë mbar. Bukur shumë, sepse ai dokumente e gjurmon, si të themi, edhe sekundotet, ose qoftë edhe fizikisht apo elektronikisht dosi, në rast se kemi të bëjmë me njërën nga të dyja. Bukur, në 7:40 jemi, 068 99 00008 068 60 54 639. Alo. U largua. Mirë, s'ka problem, do të presim ne pak momente në këtë pjesë të dytë. Alo, përshëndetje. Alo, u lini zërin televizorit, i lutem. Mirëmëngjes. I kam 3 vite punë, para viteve me qëllë kur formu kooperativa bujësore, në 66, ndin në 70 më kanë humë. Mirë po në kom dalë në pension në vitin 93. Tashe, a kom drejt të kërkoj atë vite ajo? Këto vite janë të ish kooperativës, apo jo? Në listë kooperativës bujësore, po. Edhe vitet e para, ku kom qenë vajzë, nuk më kanë dalë ku jam martue. Nuk më një kom zhetë. Edhe këto vite në kooperativë ke punuar? Jo, kom punuar një pjesë në kooperativë, atë kom qenë në detyra për shefe kuat, drejtim në i fjallë. Në rast se ke qenë nën moshën 18 vjeç, ligji nuk t'i njeh dhe do njihen vetëm me gjyq. Në rast se ke qenë mbi 18 vjeç, i njeh ligji që është miratuar në fillim të këtij viti dhe mund të aplikosh për të kërkuar. Një vite kom 18 vjeç, kurse 17-16 se kur marrëshim shkollën 7 vjeçore në atë kohë, ato që janë poshtë 18 vjeç të llogariten vetëm me gjyq. Vetëm me gjyq, ë? Po zoj. E pyeta të sigurimit shoqëror, se unë jam nga Tropoja. E pyeta sigurimet shoqërore, më thanë, janë gjithë ata, thanë atë sfutet kush para 70 sa ti ke dalë në pension në 93-shin kam dalë në pension, ëh? Edhe ne kanë pas nxjerr minimale maksimale në fillim kam dalë me 4. E di ashtu ishte koha atëherë. Tash unë kom pas 2 shkollat lartë, kom drejtuar shefe kuadri, më ka dalë pensioni 200.000 lekë kom. S'ke faj zonjë. Kështu, përshëndet shumë, faleminderit. Faleminderit. Gjithë të mirat të dashur, faleminderit shumë. Edhe juve. Presim tjetër telefonat. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhroni. Klodi? Po, Klodi jam. Jo, përshëndet. Faleminderit shumë edhe ne. Emision të mbarë. Shumë faleminderit. Jam një pensionist nga Bilis. Po? Me këtë që thaj Ministri Financave, me këto bonus, unë s'jam dakord të që. Po? Unë kam 27 vite pune, kur dolla pension 27 vite pune. Edhe manë 100.000 leka bonus. Kushërim, me 17 vite pune, me 120.000 leka. Është emigrant, është ka shtetit, me 150. E tash i talët me mua. Mua më duket si e pa drejt. Dëgjoj pak. Po. Se po tjetë kështu pastaj, i bie që... Kështu është, unë jam marrë pensionin. Dëgjoj pra tani. Tashi, edhe unë do t'ja prish atë 150.000 lekë që unë do t'ja prish. Mirë pësh, mund të kish një zgjidhje tjetër, për mendimin tim. Të flasur njërë? Po. Okej. Çfarë ke këtë personin që i merr pensionin, kushëri apo jo? Kushëri. Bravo. Kur u indeksuan pensionet me 2.4%,
Ai ka dalë ti more para për një sekondë. 6-7 muajve. Po të pyeta më nderuar, po të them një gjë. Kur indeksuan para pak javësh pensionet, me sa ishte 2.4% ishte? Indeksimi? 2.5. 2.5, bukur. Ti more më shumë dhe ai mori më pak. Po kjo është e drejtë? Tashi, unë kam kontribuar 47 vite. Po dhe ai ka kontribuar pak dhe do ndihmohet. Do marr 47 vite pension unë? Po s'ka lidhje pas kush nuk i merr, nas i vend botës. Ai kish 16-17 vjet. Dhe po dakord. Nuk ka rëndësi. Dakord. Mund të gjençë një formulë tjetër. Për mendimin ai që merr më pak të marr akoma më pak thua ti. Jo. Pensionistët që kanë dalë para 91-shit, 92-shit, të marrën nga 300 bonus. Po jo këta që dalën tashi. Me 15 vjet, 16 vjet, punë, edhe. E kuptova. Dakor. Ke të drejtën tënde për t'u ankuar. Edhe një këshill miqësore, nëse më pranon. Po, me shumë kënaqësi madje. Patjetër. Nëse unë të takoj një mëngjes, do të them një mëngjes. Ti e di si do më thuash ti? Ule zërin e televizorit. Nëse ke ndonjë televizor të vogël me vete, po. Jo, po me bateri. Njerëzve që nuk e ulin zërin e televizorit mos ja hapiq. Po i bie që pastaj se shumica e mbajnë të lartë, i bie që unë të iki nga puna. Le ta mbajnë. Ti iki unë, ta lë këtë punë. Miqore kisha, më fal. E kuptova, po jo, po unë prap do u them kur është i lartë televizori, si t'ja bëj. Se po ja umbyllat e gjithëve pastaj do rri pa punë dhe më del pensioni i vogël dhe mua. Apo jo. Kalosh mirë një ditë të mbarë. Ti je mirë. Faleminderit shumë për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Alo. O Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kam një problem zoti Klodi me këto tapite tokave. Po. Në 90-ën ne isham 3 familje, isham me 2 vëllezër edhe vetë 3. Po. Kur u ndanë këto 7.501, gjithkush moj pjesë të tia, për fëmijët e tjetër edhe për s'ki parasysh si u ndanë toga atere. Po. Tani me certifikatat, na ka dalë problem shumë i madh, këto certifikatat. Më falë për këta që po ta them këte, po të shqesoj. Ka gjë fare më thuaj. Këto nashi dalin në gjithë familjen e dhe vlezëve e gjithë familjen time certifikatat. Nuk dalin pëse mund në familjen time komplet, do të cisë. Si ben mundësia në shqipë? E kujtë është ajo pronë? E zonë e fjerit, në zonë e fjerit. Jo, e kujtë është si pronë, mo? Si pronë, eshe të gjithve, eshe imja, eshe vlajt. Po, dhe do dalë në pasurit përpjestuar, një sa jeni ju? Po, vlajnë ashe, vlajnë ka marrë certifikatën e tokës. Po. Edhe e figurën prapë me mua në të certifikat time. E ka marrë komplet tokën e tia, i të fëmive, të gruas e tia. Kurse unë, të tani më nëzirë dhe e të vlajnë që ka marrë certifikatën, e këtë vlajnë tjetër që ka marrë certifikatën. Po pse? Këta. Mos s'ke tokën e babajti? Jo, se të gova, shtim të gova bajt, 7.501. Po pse, kur të ka dalë, kur e ke bërë certifikatën e pronësisë? Unë certifikatën e bera si vjetë mars e bera certifikatën. Çfarë të thanë kadastër për këtë që të doli kështu? Në kadastër më thanë që je bashkë me vlezërit tanë. More thashë unë jam da qysh 88 jam da me vlezërit. Shiko, ajo që duhet bërë tani nuk e di nëse ta kanë thënë apo jo. Vlezërit heqin dorë nga kjo dhe ti aplikon për korrigjimin e gabimeve. Por vlezërit duhet heqin dorë nga ajo, patjetër. Besoj që ata nuk e duan, në kuptimin që ata janë dakord që s'kan pjesë të ty apo jo. Po s'kan pjesë të unë. Bravo, me një deklaratë ata thonë që heqim dorë nga kjo dhe del certifikata e pastër në emrin tënd. Po duhet ta bësh te një noter këtë. A te noteri domethënë? Po, patjetër. Edhe tjetër, për të lutem, do më zgjidhni tjetër? Po vetëm e ke shumë në minutazh se kam një mesazh. Mos e mbyll telefonin, se do t'jap patjetër një mesazh, nga që më kujtua pak më herët kjo puna e pensioneve. Jo, un kam kontribuar 47 vjet, tha një zotëri pak më herët, a do marrun, tha 47 vite pension. Përgjigjja është tani në shumicën e rasteve i bie jo, por edhe mund të kesh fatin që merr 47 vite punë, nëse 47 vite pension nëse ke edhe aq kontributin, por nëse ndron jetë, nëse fatkeqësisht nda dikush nga jeta, pensionist,
nuk e trashëgon askush pensionin shtetëror dhe ky pension ndërpritet aty kur ndërpritet dhe jeta e një personi. Ndryshe ndodh në fondin e pensioneve të sigurimeve private në kompaninë më të madhe në vend, por gjithçka, për këtë dhe jo vetëm, Sigal, Unica Grupa Austria, që ka një politik lehtësuese në kufite, nuk e di, edhe humbjes për vete. Më besoni për këtë, sepse duke i qëndruar asaj që zotëria tha, po pse unë do marr kaq shumë pension, kaq vite, në fondin Sigal po. Që do thotë, nuk është se do marrësh 40 apo 50 vite të shtrirë në kohë si pension, por ajo që ti ke kontribuar ndër vite është një vlerë financiare e cila nuk të humbet. Pra është e trashëgueshme. Dhe dalin të ajo pastaj që ti e merr atë që ke kontribuar, madje e merr më shumë se sa ai sa ke kontribuar në çdo rrethan. Edhe nëse jeton, edhe nëse nuk jeton, trashëgohet ky fond tek pjesëtarët e tjerë të familjes. Dhe kur them nuk merr vetëm atë që kontribuon, por edhe pjesën tjetër të shtesave, është kthimi vjetor për 4.6% që e shumë fishon këtë vlerë të cilën ju e kontrolloni gjatë gjithë kohës duke pasur në një llogari më vete bankare, qoftë edhe me një kursim minimal prej 10.000 lekësh të vjetra në muaj, 20.000 lekë, 30, 50, 100, 200, 300, sa ju të dëshironi në varësi të mundësive që keni. Unë besoj që kjo është e ardhmja më e mirë, le të themi kështu, duke investuar në pensionin privat, në shtyllën e dytë të pensioneve, në nëse do të kemi një pension më dinjitos dhe më të mirë duke krijuar, po themi atë pavarësinë tonë financiare dhe jo vetëm, unë do t'ju ftoja deri në lutje në thonjza që ju që na dëgjoni dhe jeni në moshë të thyer, le të themi kështu, tregojani këtë edhe fëmijëve tuaj kudo që ndodhen, si në Shqipëri ashtu edhe në vendet e tjera të Europës dhe botës, që mos ja usillin pak nga pak ato lekë mujore që ju të përballoni muajin, por thjesht i depozitoni një llogari që i ke aty dhe pse mos i marrësh me interesa. Kështu që telefononi numrin poshtë, vizitoni dhe faqen e Instagramit, për çdo pyetje mund të më kontaktoni dhe mua në Facebook, Instagram, në Klodi Karaj, për t'ju dhënë gjithë informacionin e duhur. Faleminderit Sigal. Nuk e di nëse kemi personin aty në linjë akoma. Alo, përshëndetje. Alo. Më dëgjon? Jemi edhe një herë, po. Në Fier, për shembull, këtu ku jam në Fier, bleva një shtëpi në 2005. Po. Në 2005. Edhe ishte araba i zotnia. Po ç'na duhet ne ishte arab, ishte kush problemi, zotërit, lutem se jemi vonë me reklamën tjetër, urdhë. Problemi është se s'po na bëjnë dokumentet e shtëpisë. Po ku lidhej arabi me dokumentet? Mos si dokumenti që ke aplikuar i nderuar që të pyes. Ore, kam aplikuar kam vajtur edhe te aloizmi. Po kush, po edhe? Edhe te kadastre e thonë ata, nuk po na nxjerr bashkia, s'po na merr dorëzim pallatin. I nderuar, më jep dokumentin e aplikimit edhe të pyes unë, në bashki dhe në kadastër. Na ka ikur presidenti firmës, nuk e di, e ka vrarë, ka ikur, nuk e di. Ai ki bel pallatin. Do jetë me probleme si ndërtesë apo jo? Nuk e di, me probleme, nuk e di. Nuk problemi ata të zonë tokës e ka marrë 4 ka marrë komplet. E kanë nxjerr tapit. Kurse ne të tjerë se kanë nxjerr asnjëri. Më sill dokumentin që ka aplikuar dhe unë pyes më njëherë në bashki dhe në kadastër. Mirë? Okej, Klodi. Faleminderit shumë për telefonatën, ditë mbar për juve. Kemi kohë për tjetër? Urdhë? Okej, kalojmë në një hapësirë publicitare, do të flasim për ata të cilët kanë probleme me prostatën. Ja ku e keni Prostatol. Është medikament 100% bimor kompleks, përmirëson shëndetin duke ndihmuar mirë funksionimin e prostatës tuaj, e cila në rast se nuk funksionon si duhet, manifestohet dhe sjell një zinxhir problematikash të tjera në trupin tuaj. Dhe për ta shmangur këtë, për të mos eksperimentuar patjetër me shëndetin tuaj, është gjëja më e gabuar, sidomos kur kjo bëhet pa këshillën e mjekëve. Ja ku keni Prostatol, provojeni të paktën në ditët dhe javët e para për të vënë re ndryshimin dhe efektet e menjëhershme të Prostatol. E thon vetë pacientët dhe konsumatorët të cilët e kanë marrë prej disa ditësh, javësh, por qoftë edhe muajsh në varësi problematikës dhe kanë treguar rezultatet pozitive në përmirësimin e prostatës. Kthehemi pas pak në të tretë të programit, ora 8 fiks, vijon komunikimi me ju në 068 60 54 639 dhe 068 99 00008. Mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Mirëmëngjes Klodi. Mirëmëngjes e dashur. Inshallah jam punë të mbarë dhe falenderoj shumë që zgjidh problemet e disa njerëzve që nuk kanë zgjidhje. Faleminderit juve.
Para ca ditësh folëm bashkë dhe diskutuam për këtë autobusin e Lindës. Nuk e dia keni kontaktuar që. Se na bie rënd edhe kur hipin në autobus edhe për këto abonet e pensionistit. E di nderuar, ne presim përgjigje zyrtare. Unë e kam dërguar si çështje, sepse ka disa linja të cilat nuk e di shkakun. Mund ta di, por nuk dua ta them para kohën, kuptimin që pres ma thon ata zyrtarisht. Dakor? Faleminderit. Shumë përshëndetje nga rajon. Faleminderit juve dashur. Gjithë të mirat, shkojmë me tjetër telefonues. Alo, përshëndetje. Klodi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirë. Po, mirë, si jeni ju? Jam një fanca jote, do më thënë se unë djalë kam edhe të dëgjoj gjithnjë. Po tani neve, pse në Patos, jam ka Patosi. Pse nuk na vjen në radio, do më thënë Ora News. E di, do të kthehemi shumë shpejt, ju premtojmë për këtë, sepse ka pasur disa. Unë të dua si djalin tim, beson jam një gjyshe 70 vjeçare. Shumë faleminderit, edhe unë të dua fort. Mirë, vëlla, kalos mirë, miru papsim, shëndet. Shumë faleminderit, e dashur, faleminderit për qapoj, interesimin, edhe unë shumë. Gjithë të mirat, shkojmë me tjetër telefonat, mirëmëngjesi. Që është larguar, bukur fort. Presim tjetër në 068 99 00008 068 60 54 639. Alo. Uleni zërin televizorit, ju lutem. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Klodi, jam ajo qytetarja nga që të kam folë për Aloizmin Gjirokastri. Pyete gjatë atë Aloizmi që s'na keni dokumenta? Pyetur dhe pres përgjigje dashur. Faleminderit shumë, Klodi. Asgjë fare. Gjithë të mira dhe juve. Tjetër telefonues, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Jam aja zonja në atë rriku që të ka marrë për syt. Po. Nuk u bëne i gjë. Në spital akoma, Po. Në spital akoma nuk është... Jo, ja që burri bie u interesu, i kanë thonë na janari kismet, po presin këta syt. Në janar? Shu i kishe thonë dije. Na janari kismet. Po unë po mu zhvitin me këto hik, tujtë të i tu. Nuk pas ka spitali. Të është rënduar dhe si problematик besoj, jo? Të është përkeqësuar. A i sa vjen përkeqësuar, nuk bëhet më mirë. Po, normal. Po ma shohet tjetri, pale njëri. Ky që ka marrur, po tjetri. Ti kur duhet ta kishe bërë injeksionin, ë? Po, unë e kam fillur shten marsh me vizitat. Hajde sot, hajde nesër, hajde sot, kam marrë deri sot. Që di e burri u interesu dhe i kam thonë pas janarit. Pas janarit. I bie që të vesh të privati me këta kështu se. Po pra pa tje ka kosto. Por ajo është puna që neve nuk vendot. Sa të shkonte gjithë kjo? Ndërhyrja? Të privati, Po. Nuk e di me thonë drejtën, po një që pytam sa të shkon shumë se keme probleme. Shumë sa, për shembull, paka shumë? E di unë, se nuk e pyta me kësu. Po më sa një që rrugën estetit, se kësu nuk ja del dot më. Po të paktën t'ishte kaluar kjo, t'ishte bërë një herë, dhe ti pastaj të prisje këtë pjesën e janarit në shtet. Nuk të tha paka shumë se sa mund të shkonte? Jo, po për një bëhet fjalë njerë. Po pra për një po them. Nuk të tha paka shumë se sa ishte kosto? Jo. Sa i kam pytur dhe këtu në Elbasan. Po ky më tha nuk të marrë dot përsi për mua. Pa na i më tha ikën shtet. Se ti ke probleme shumë, se me diabet lartë, me kësu, kam gjitha të smunje. Me psilimia, nuk marrë dot, po se kam frikë. Po nuk e byte për kosto?
Nuk e pyete se sa kushton? Jo, pse themi jo. Jo. Se themi që e pyeta. Jo, dakor. Po se shumë thonë që vetë shumë, po. Po pra shumë, po që ta dim pak a shumë sa dhe të mundohemi ndoshta bëhet diçka, prandaj po them, që sa. Shti faleminderit, po nuk e pyeta. Se ose do vazhdoj me stetin, ose do vazhdoj stet gjithnjë. Steti, po më bojnë gjohit. Okej. Na lër pak numrin e telefonit për të regjia, mos e mbyll telefonatën, Klaudio, të lutem. Ta lashe me pak. E di, po të mos i biem shumë gjatë që mos të ta thuash edhe një herë. Me sa 3 shifrat e fundit sa janë, se e di që ma gjelën, po ma thuaj sa janë. 681. 681. Një sekund. Po ta themi kësu, pra. 681 e 51. 81. Ma thuaj të plot, lutem, 06? 068. 26. Po? Po je nga trova 068 320. 320 20 Prap? 26 51, është më rregull me 10. Jo. Edhe njërë, 068 34 Me 681 është në fund 068 34 Po 320 Po mirë, 320, okej 26 81 Del më rregull. Ku e di unë, ta shoh pastaj. Faleminderit zonjë. Presim tjetër telefonues, alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhoni. Jam një zonjë, kam folur disa herë me juve. Po, faleminderit. Po, dhe faleminderit për kësim përgjigjen, që merri nga kadastra. Po. Dhe tani më thot aty, prap nuk jam qartë, e sqaruar. Po, cili rast, lutem që ta shoh. Kam një problem. Rast, urdhë. Kush jeni, them se nuk ju mbaj mend. Jam me emër Jakupi. Te erdhi përgjigja? Po, me erdhi përgjigja, thot aplikoni, bëni aplikimin për certifikat pronësie dhe për të paguar bukur. Në rregull aty. Dhe aplikon goca online, që bëj aplikimin online, dhe në pasurin time, numrin si që ka ato që do aplikos, nuk rezulton familja Jakupi, por rezulton një emër tjetër. Kur rezulton emër tjetër? Aty tek neve, me numër pasurie si që kërkon të dhenat që kërkojnë aty. Se kuptova. Edhe si të veprojmë, zdim ku të shkojmë edhe si të ndjekim rrugën. Se goca thot nuk dalim neve, mami, thot del një familje tjetër Brami, thot. Ne jemi Jakupi. Ku del tjetër, zoj, se nuk e kuptoj. Ku del tjetër? Në sistem. Cili sistem? Se duhet kesh akses që të kontrollosh në sistem. Online, pra u fut online ajo, edhe e bëri aplikimin, edhe sa këtu sa më rezulton sa mbi emër tjetër më del. Tek neve. S'ka lidhje fare. Është hera e parë që unë dëgjoj këtë lloj problemi. Era e parë, pra, ja, edhe neve jemi bërë një ngatresë e madhe, prandaj është bërë gjithë kjo. Ose është bërë gabim aplikimi? Më dëgjoj, Klodi, ne kemi 8 vjet, jemi të ngatëruar. Jemi 4-5 familje të ngatëruar. Do ma nisësh përgjigjen që të ka ardhur, ma nis prapa të përgjigjen që të ka ardhur së fundi nga kadastri. Atë ta nisun prapa, atë kthim përgjigjen. Po, atë kthim përgjigjen, ma nis tani kur të mbyllim telefonin. Dakor? Përshëndetje dashur, faleminderit juve për telefonatën. Shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Alo ju. Yllje vet. O zemra ime ti si je? Mirë, si jeti? Si të kam? Po mirë. Nga shtëpia si ke? Mirë shumë.
Mirë shumë, se po të shoh edhe këtu që je shumë i bëj, shumë i bukur, shumë i mirë. Faleminderit shumë. E kam zemër unë ty. Jam sëmur. Qa ke? Po kështu duhet të them se sa herë që më thua ti kështu unë sëmurem pastaj. Jo. Bëj shaka. Jam shumë mirë. Urdhoj dashur. Po të vdesun. Qa bëhet? Mirë. Si je ti? Gëzojmë shumë. Je gazetari më i mirë në botë. Edhe në botë. Faleminderit shumë. Ciao zemra ime. Si ke qenë ndonjëherë? Mirë. S'kam qenë në pahat më zoti bëhet mirë. Se më pyete vetëm ti dhe unë s'të pyeta. Zoti bëhet mirë. Okej, bukur shumë. Po qafoj fort, faleminderit. Zoti bekov zoti ty edhe familjen tate, edhe gjithë ata aty. Shokët e tu e shoqet e tua. Shumë faleminderit. Hajde të përgëdhet fort. Jeni mirë, faleminderit shumë për telefonatën. Shkoj me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, zoti Klodi. Urdhëro. Përshëndetje. Jam një invalid nga Mamurasi. Po. Invalid i përhershëm, po nuk më ka ardhur ajo, nuk më kanë kaluar 2.5% që më fare as muin tjetër as këtë muin është. Na invalidët e kemi apo se kemi? Varet nga e merr pagesën. Urdhëro? Nga e merr pagesën, them, nga paguhesh. Nga sigurimi shoqërore paguhem. Jam invalid i përhershëm. Patjetër është, ajo aty është në nuk ka. Kam shkuar te sigurimet, në lajson ato i ba kompjuterit, domthoni i bëjnë vetë ato, i kalojnë online, ku diun se si më thonë ato, nuk dim gjë për këtë punë. Gjitha kategoritë që përfitojnë i kanë marrë ndëruar, se e kupton se ajo futet automatikisht në sistem, nuk është se ka. Automatikisht pra unë kam letrën se kam marrë pensionin dje dhe nuk kam marrë vazhdimisht ato që kam pas marrë për herë dhe 2.5% që nuk e kam farë. Një sekund. Marrë 35 nga bashkia, marrë pensionin që më falë inicial 230 edhe kështu që se kam farë në letrën. Një sekund. Mos e ke marrë të ajo e bashkisore? Jo, të bashkia kam pas morë vazhdimisht, ne e kanë fut në të pensioni, marrë 35, do më në 3.500 lek vjetra. Jo, invalidët jo ndërruar, nuk e kanë. Nuk e kanë invalidët? Jo. Faleminderit. Atëre rrofsh. Për telefonatën? E kalof. Ditë mbarë dhe për ju. Shkoj me tjetër, mirëmëngjesi. Alo? Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Nuk kam marrë vetëm për të falënderuar, për të përshëndetur. Juve që jeni shumë i saktë, kam qenë një banore të mëtuar nga tërmeti dhe i mora qyshet të shpive. Ke marrë? Po. O sa i lumtur jam. Pa që jetë gjatë edhe gjithë mirat në familjen tuaj. Ta gëzoni dhe plot e paçi gjithmonë. Shumë faleminderit, gjithë mirat. Bravo, super. Faleminderit dashur. Mrekulli. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Mirëmëngjes, urdhoni. Nga Fieri fa u flas. Po Fieri. Po 254 u bëj gjati, Xhavat Dragati. Ku jemi? Atë të kadastër Fierit. Një sekund. Trulli. Sa 284? Po. 5 dora. 254. Po. Gëzimi apo jo? Po, Xhavat Dragat, Xhavat. Po pse më thua po kur them gëzimi, po? Jo, Xhavat tashun, Xhavat Draga. E mora vesh tani. Nuk e di çfarë pengohet as zot çfarë bë. Asgjë pengohet, po ti se shefi i Albania kur them u kontrolloje. Jo, kontrollova para jashtë, para se të mirë ty para 4-5 ditë që të mora. Si kontroll? Shiko, i dashur, dëgjoj pak. Xhavat, një sekond. Kjo është kështu, si ta shpjegoj? Ke një kuti postare në shtëpi, po themi? Dhe ti thua që sot është data 4. E nëse të pyet dikush, a ke ndonjë letër nga posta? Jo, thua ti se pash para 5 ditëve. Më kupton? Mirë, jam dakord. Sepse kjo do kontrolluar çdo ditë mua në datën 31. Prit, një sekond. Më ka thënë që të kontrolloj Albania. Hapet tani, po mirë, po mund të ketë ardhur par dje për shembull? Po, mirë, dakord, më fal. Mund edhe mos ketë ardhur, i nderuar, edhe një. Po.
kemi plot raste kur na thuhet kështu nga specialistët atje dhe nuk i ka ardhur personi. Dhe ne kemi pyetur prapë. Më kupton se mos ndoshta është konfigurimi i sistemit. Si biseduam bashkë në Klodi, po vata ekonomova atje nuk ka ardhur më tha muaj. Prandaj mora prapë. Ke shkuar atje, se hap do të veti. Po nuk di ta hapun, unë jam 75 vjeçë, ku marr veshën me to. Do të marr pas emisionin telefon që ta hapim bashkë. Po faleminderit. Faleminderit juve për telefonatën. Ditë mbar, është vërtet problem kjo se thash, domethënë, mund të kesh kontrolluar pas 5 ditësh, por mund të vijë një dokument në momentin që ti e mbyll. Se në një kohë caktuar ai vjen si dokument dhe rastisht që nuk e shikon. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Urdhoni. Mirëmëngjes. Unë mora para disa ditësh në javë po më prap. Po? Kam një problem me shtëpinë, ti thash që na i kanë dhënë të përbashkët, por ne i kemi të deklaruar një ndërçes, të deklaruara pjesët më vete. E di, ashtu funksionon ajo ndër, duke i e çuditshme ajo me përpjesimin e pasurisë. Po mirë unë e them. Ashtu funksionon ajo i dashur. Bëre mirë që më more. Si? Unë kam deklaruar pjesën time më vete. Vllai më vete. Po pra, është rasti që të thuhet 1/6 apo jo? Po, ashtu shkruhet, edhe një herë. Fakti që shkruhet ashtu nuk do të thotë që është ndar, po se s'ka një rregull ligjor, më shpjeguar nga kadastra. Kemi pasur edhe një rast tjetër ne, që një zonjë para disa muajsh, domethënë logjikisht duhet ta kishte 1/2 bashkë me motrën apo me vllajin, ndërkohë ishte shkruar 1/4, një procedurë shumë e ngatruar që në dukje thuaj që ishte bërë gabim, por që ligjërisht ashtu funksiononi dashur. Më kupton sepse merret godina si e tërë. Më kupton? Po e kuptoj unë, po tani mua më ka marrë 2/3 e shtëpisë. Më merr vllai. Jo, s'është ashtu. Nuk është ashtu sepse ti e ke me metra. Metrat i ke në rregull certifikat. Ore metrat i kemi të ndara ne me topografin. Bravo. Po pra po, dhe fakti që ju keni metrat nuk të ka marrë 2/3 ai. Por thjesht është rregulli ligjor që shkruhet ashtu. Shiko dhe certifikatën e vllajit si shkruhet për të bërë diferencën. Më kupton? Po tani jo si është puna. Po më thuaj. Te noteri unë tani që ta vërtetojmë që të marrim certifikatën. Ajo sot duhet të ta dhurojnë ata ty pjesën tënde, thot. Po cilën pjesë? Po ta dhurojmë Klodi. Neve na takon që do të paguajmë atë. Më dëgjoj nderu. Cilën do të dhurojnë se ti që metrat i ke në rregull ai sa të takojnë? Po metrat i kam unë aty. Po atëre, edhe një herë, dashur, më dëgjoj prapë. Po një gjashtë është si vetë. Po edhe një herë, po një sekond pra të sqaroj. Ule zërin televizorit fare në zero, që të sqaroj edhe logjikisht. Për shembull, është kjo parcela këtu që un kam përpara. Po. Dhe në rast se ty të korrespondojnë metrat që kanë certifikat pronësie me metrat e reale të shtëpisë, i bie që dhurimi ata të japin më tepër ty tani. Apo jo? Se sa kohë ti ke 200 metra, kohë po themi për ta kuptuar si gjë. Po. Për sa kohë ti në certifikat ke 200 metra dhe i shfrytëzon këtë hapësirë prej sa ke, çfarë do t'i japin më ata ty? Do t'i japin më shumë? Po jo më shumë. Po është e metrat ajo, i nderuar. Ajo që ka rëndësi. Po certifikata në metra duhet ta ndash ato. Po e ke më. Ajo do vetëm të gjashtë. Edhe një herë. Poshtë e përshkrimit të certifikatës pronësisë ke metrat sa të takojnë. A e ke certifikatën e pronësisë zotri? Po certifikatën nuk e kemi më formale, ka certifikata. Si? Po certifikata ka ardhur formale që ta ndajmë te noteri. Si formale, mo? Po, bëjmë legal. Po nderuar, ke certifikat pronësie në emrin tonë se ti herën e parë më ke thënë që kam certifikat pronësie. Nuk e ka, po ne certifikata na ka dalë 6 emra. Tu është puna. Po është pasuri e përbashkët në 6 emra do dalë ajo. Ti më ke thënë herën e kaluar që ke certifikatën tënde dhe na ka dalë në 1/6. Po, që jo certifikata është e përbashkët vjen në 6 persona. Po, secili do aplikoj tani për pjesën e vet. Çfarë kërkoni ju? Po të aplikojmë edhe një herë neve. Si? Të aplikojmë edhe një herë për pjesën e vete. Po jo edhe një herë, po ashtu bëhet ajo. O nderuar, certifikata e përgjithshme e një prone është në emër të të gjithëve, është si puna e tokës më bujësore. Ajo është në emër të Klodit tuajën të tjetrit gjitha me radhë, dhe secili për përcaktuar kufit e vet, pastaj do aplikojë dhe del certifikata më vete e parcelës 500 metra po themi, ë? Sa ka? Dhe ajo të dele pastër 1/1. Kupton? Po e kuptoj, po me noteria flet ndryshe. Çfarë thot noteria? Noteria më thot kështu mua tani, thot. Ka ardhur do ta firmosni, bini dakord, thot, po si ta firmos unë bie dakord kur mua më mbetet 1/6, unë kam të ndarë me deklarat
me arta, me gjitha pjesën, ata kanë ndje kulturën bashkë. Jo. Thirrjen e kaluar më ke thënë që ke certifikat pronësie i nderuar, nuk më ke thënë kështu. Ose kam dëgjuar unë gabim, pastaj nuk e di. Po jo, se thosin që ma dërgo dokumenti që ke aktualisht edhe ta sqaroj për. Në çfarë adrese ta dërgojmë? Te Klodi Karaj. Klodi Karaj, Dakor, faleminderit se jemi shumë bon. Me kohën do të ndalim edhe një mesazhin e përhershëm sepse më pyetën disa persona para pak minutash se si funksionon si është i trashëgueshëm ky fondi i sigurimeve për pensionet private në Sigal. Ja u shpjegoj unë se si është i trashëgueshëm. Në rast se ti prej nga sot dhe për 10 vite depoziton një shumë të caktuar mujore sa ti të mundesh, dhe pastaj thua që unë dua ta tërheq këtë shumë në formë pensioni mujor të menjëhershme me koste, pra mënyra dhe formaliteti është zgjedhja juaj. Por në rast se ndodh diçka, ne duhet ta themi këtë edhe pse nuk e urojmë, në rast se atij që ka kontribuar ose që ka derdhur para në llogarinë e vet bankare, patjetër, ndodh që aksidentalisht ndahet nga jeta por për shkaqe natyrore, ky fond është i trashëgueshëm dhe kalon te pjesëtarët e tjerë të familjes. Pra, ky është ai kuptimi, po themi, klasik i mundësisë që ky fond privat në Sigal, askund tjetër, nuk të humbet dhe është i trashëgueshëm, i plot dhe me gjitha interesat pasi lloj penaliteti. Pra, për sqaruar 3 persona që më pyetën pak më herët. Që do thotë ne duhet fillojmë nga sot, dhe pyetja që gjithmonë ndoshta kur e marrim më tepër këtë informacion për mënyrën se si funksionon, themi që pse nuk e kemi nisur pak më përpara. Dhe unë këtë them edhe nga vetja, nuk e dija deri para se të kisha kontakt për të lloj mënyre fantastike të funksionuarit dhe me vetëm, imagjinoni, me vetëm 10.000 lekë, ne mund të bëjmë, po themi, diferencën për veten tonë, sepse ai është një fond totalisht i pastër, i sigurt, i mbikëqyrur nga autoriteti i mbikëqyrjes financiare dhe institucionet më të larta financiare në vend, kështu që nuk humbisni asgjë, përkundrazi, sikundër e keni në telefonin tuaj llogarinë bankare të pagesës që ju merrni nga puna që bëni, të njëjtën gjë e keni edhe në aparatin tuaj celular, një llogari më vete bankare specifike për këtë lloj fondi, të cilin ti e përdor vetëm për mirëqenien tënde. Më besoni, është zgjedhje ideale, pa asnjë lloj kostoje, pa asnjë lloj problemi, pa asnjë lloj procedure, pa asnjë lloj meraku dhe plotësimi dokumentacioni edhe në rast se ju e vazhdoni deri në moshën e pensionit dhe dilni 5 vite më përpara në pension me Sigal vetëm. Faleminderit. Ndërkohë do të ndalemi në një tjetër mesazh apo kemi kohë për telefonat? Urdhë? Reklama. Kalojmë në një tjetër hapësirë publicitare, këtë herë bëhet fjalë. Ikim me këtë. Një sekond. Okej, se do na marrin njerëzit e numrit Sigalit pastaj për prostatoli. Ja, ku e keni? Për gjithë ata që vuajnë nga problemet dijes së prostatës, 100% kompleks natyral, nuk ka si lloj efekti anësor dhe nuk ndërvepron me ilaçet e tjera në rast se jeni duke u trajtuar nga qoftë edhe një problem gripal, sezonal, në një antibiotik apo medikament tjetër, nuk ndërvepron, nuk ka lidhje fare, është thjesht dhe vetëm bimor dhe që atë fuqinë vepruese ka vetëm te prostata. Dëgjoni këshillin e mjekut, ne kthehemi pas pak në 20 minutat e fundit. Mos u largoni. 4 e fundit programit për ditën e sotme, mirëmëngjes telefonata, përshëndetje. Përshëndetje Klodi. Urdhroni. Nga Durrësi u shqetësojmë, lutem. Po. Asnjë qere koreshi nuk ka ra dhe kanalet dhe pusetat janë jashtë funksionit komplet. Ashtu, ha? Asia e vetme është se pompat nuk funksionojnë në qytet, po as hidrovorët. Sa nuk është parë kjo punë me i qere koreshi, po të vishti shofsh. Kanali, ato pusetat dhe tubacionet janë gjitha të frira, thuti ka rashi janë 16 ora, 20 orë. Është skandal, sinqerisht. Shpresa vetme është pritare juaj. Atë po shikoj tani dhe po shoh kur e kemi përcjell për herë të fundit. Është e tmerrshme, sinqerisht o Klodi. Po. Ja, li lutemi Zotit inshallah s'bie shi më shumë, po nuk e di çfarë të them. Nuk kam fjalë, sinqerisht po të them. Reagimi është zero fare, mjalë, që nga 29 janari, që më 11 shtator, tani bëm dhe peticionin, dhe transmetuat dhe ju dhe shumë media. Dhe nuk e ka vu kush ujtë në zjarë fare. Mërshme. Jo të mërshme, sinqerisht po të thom. Disa kemi parë edhe me... Sinqerisht po të thom,
Jemi aq shqetësuar sa nuk e dini. Vetëm Zotit i lutemi dhe ju që inshallah mos ndigojnë nga dritarja juaj. Patjetër që po, sa na takon ne thashë kemi bërë, do vazhdojmë që ta sinqerisht po them, nuk e di, nuk kam fjalë. Aq shqetësuar jemi sa nuk e ke ide. Po me të drejtë s'keni faj, është në lojë gjithë mundi juaj. Jo mundi, po është gjithë jeta jonë me fjalë. Pikërisht. Pikërisht. Nuk e di. Pa mundurën edhe ne, dashur. Faleminderit shumë. Nuk e di, të falenderoj, të uroj gjithë mirën. Asgjë fare, të lutem, faleminderit juve për telefonatën. Presim tjetër. Po përshëndetje. Alo. Po përshëndetje këtoj. Përshëndetje. Se vato do të ejtëm ato numër 549. Urdo? Se vato aplikimin e në të ejtë të pastova, pra 4 ditë. 541 me emër kush jeni? Imeri. Po, kam dërguar i ndërë të premten, edhe të presim përgjigje tani. S'ka problem për të. Jo, akoma, aty do të kontaktoj, dashu, sepse pak ditën, Imer Capa, ha? Po, se pak ditë ka kaluar, kështu që pa merak. Mirë? I ndëroj, për me. Faleminderit juve për telefonatën, i dashur. Shkojmë tjetër, përshëndetje. Alo. Përshëndetje, mirëmëngjesi. Ja folim që këti zotrisë. Alo, përshëndetje, Klodi. Përshëndetje. Jam të pensionist. I lutemi. Kam bërë të shtit në fshat në 2021. I lutemi. Qëndroni në linjë. Po mos është të patë. Alo. Dhe më bajnë 6.000 lekë në muaj, është e prerë. Asë më shumë asë. 6.000 lekë në muaj për çfarë? I paguaj për ujë, vetë pi ujë, i paguaj ujtë. Po paguhet kontrata, po kontrata nuk është 6.000 lekë, është më pak. Edhe kam paguar të rregull kontratën deri tash. Po pse 6.000 lekë? Ku doli 6.000 lekë? Se 6.000 lekë e paguaj muaj për muaj. Po nuk është 6.000 kontrata, është më pak. Po më pak, aq e paguajnë 6.200, 6.400. Po çfarë kërkoni pra tani? Mu kërkoj se e kam paguar rregullisht deri tash dhe më ka dalë një job nashi aty është hedhur një firmë po pa vul. Edhe këtë nashi ma ka futur 140.000 leka jashtë asaja. Do bësh ankesë me shkrim i nderuar dhe ajo nuk do paguhet. E bëra kërkesën në Bashkinë e Selenicës, ka ardhur në Vlorë, edhe më thonë që nuk e dim se kush e ka hedhur. Nuk e tregojnë atë njeri që vinte në fshat që firmos. Ju çfarë kërkesë bot ju? Urdhë? Çfarë kërkesë bot them? Kërkesën e bëra aty në Bashkinë e Selenicës. Po jo ku mo i nderuar, çfarë kërkesë bot? Kërkesë që më kanë mbajtur këtë gjobën. Po jo pra, ti do bësh kërkesë që nuk e njoh këtë gjobën, sepse nuk kam konsumuar ujë, kam paguar faturat, pra ti mos kërko se kush e ka vendosur, se s'ka lidhje kush e ka vendosur atë. Ti do kërkosh në objekti kërkesës, do t'jetë që jam vënë në dijeni të kësaj gjobe, e cila është pa vul, dhe të cilën nuk e kam konsumuar sepse si jeton aty dhe ke paguar vazhdimisht vetëm kontratën e kësaj. Po për këtë kam rënë dakord që e paguaj, jam dakord, po unë kam paguar dhe më kanë hedhur gjop kot. E kuptova pra, po mënyrën e kërkesës se si e ke bërë gabim në fillim. Bëj një kërkesë tjetër dhe thuaj këtë që thash unë. Pra, jam vënë në dijeni të gjobës që është vendosur nga ana e kompanisë. Është një gjobë pa vul, por të cilën nuk e pranoj sepse 1 2 3 4 5 arsye që keni ju. S'keni qenë aty fare, keni paguar kontratën e gjitha me radhë. Dhe ajo gjobë pastaj nuk njihet për t'u paguar. E kam bërë këtë kërkesë që thot ti, po nuk më tregojnë ata, nuk dihet se kush. Po o i nderuar, edhe një nuk dihet se kush. Po e ka vënë Klodi gjobën, të hynë në punë kjo? Po. Po ja e vura unë gjobën pra. Jam përfaqësues i institucionit atje dhe kam vendosur 100.000 lekë gjobë. Kam atë vonesa ku di gjobë. Ti e ke lënë këtë detu në shi dhe ka marrë një tjetër e thotë s'na duhet gjë kush ka qenë. Po as ty s'të duhet se kush ka qenë mor zotri. Ui, po s'po ma një përgjigje, unë e bërë e keni bërë gabim kërkesën i dashur. Nëse si e ke bërë? Jo, po si e ke bërë kërkesën? Ma thuaj në mënyrë kështu të Udhë? Po ha tani pas çdo fjalie më thua urdhë i dashur, të lutem tani, se ka edhe të tjerë që duan të flasin të shprehin shqetësimin e tyre. Po tash ja këtë kërkesë për përgjigje më ka dhënë mua tani. Po si e ke bërë kërkesën i nderuar? Varet se për çfarë pyet, nëse dikë e pyet sa është ora, ai nuk do të përgjigjet për datën. Dhe nëse ti e pyet për datën, ai të përgjigje për datën dhe thua pse s'më the orën, po ti për datën e ke pyetur.
Çfarë kërkesë? Si ja the kërkesën? Si e ke thënë? Si e ke formuluar? Po kërkesën e jam ankur për këtë gjë që më shtetur për vitin 23, do të thënë është hedhur pa vull, janë firmosur pa vull, po se kush ka qenë nuk më tregojnë ata tash. Ja, shikon se kush ka qenë. Po ç'të duhet kush ka qenë, mo ka qenë Aliu, kot po e them. Po, Aliu, po mi po ç'të duhet se ai që e ka vendosur, nuk e ka vendosur personalisht, e ka vendosur si institucion. Dhe ty nuk të duhet kjo, prandaj po të themi nderuar. Që ti do bësh një kërkesë në të cilën do thua shprehimisht këtë që po të them unë në rast se mban mend. Unë filani, banues në me kontrat X, paguaj faturën çdo muaj të kontratës në vlerën kaq, duke vendosur dhe një dokumentacion në dispozicion, në vitin apo muajin X, jam njohur me një faturë, të cilën nuk e kam konsumuar dhe nuk e njoh. Ndaj, duhet të më ktheni një përgjigje që kjo faturë të zerohet dhe të mos paguhet nga personi im. Kaq të bësh. Faleminderit. Ja dhe këtë do ta bëj shumë. Po këtë ju thash në fillim se kush e ka vendosur pastaj. Sepse kush e ka vendosur, po nuk të duhet. Ja e ka vendosur gabimisht dikush, por ai ka qenë përfaqësues institucioni. Në çdo rast, institucioni i llogaritet kjo, sepse po ecëm me këtë logjik që një drejtor ka bërë këtë veprim, një drejtor tjetër që vjen nuk i njeh këtë. Kjo s'funksionon, i bie të bën çora pastaj institucionet. Më kupton? Përgjegjësinë e ka përfaqësuesi i institucionit, ai që është larguar dhe ky që është tani. Në kuptimin për të zgjidhur ndoshta një problem të shkaktuar me apo pa dashje edhe nga personi që është larguar, nga ajo detyrë. Dhe juve nuk ju duhet kjo, se ja edhe e morë vesh që e ka vendosur ai. A e zgjidh kjo problemin? Jo. Ti do kërkosh zgjidhjen e problemit duke pranuar si të tillë këtë pavarësisht se kush e ka vendosur. Në rregull, faleminderit. Asgjë të lutem, për çdo gjë këtu jemi. Faleminderit shumë. Shkojmë me tjetër telefonat, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Urdhëro. Mirëmëngjes. Ulë zërin televizorit, të lutem. Po. Problemet tona janë nuk të dëgjoj fare, s'ke val aty. Nuk të dëgjoj. Lëviz pak nga ty ku jetë, lutem se ose do kesh probleme me telefonin ose me valet pastaj. Ta dëgjoj edhe një herë. Po me kaq pak sa the të dëgjoj. Kam një problem me legalizimet. Është e pamundur, e dashur, nuk të dëgjoj fare. Mund të shkruaj rrjete sociale? Urdhë? Mund të shkruaj rrjete sociale? Nuk e dëgjoj. Si kam të gjithë në gjanë? Në Tiranë mund. Do kesh boksin e telefonit edhe një herë, po ose lëviz pak, dil në korridor, në balkon, nuk e di ku. Po. Lëvizë. Dëgjon tani. Zonjë, flisni. Ka një problem me legalizimin. Nuk të dëgjoj. Zonjë, na merr një moment tjetër, është e pamundur të kuptoj se çfarë po thoni. Ndjes shumë. Nuk e di, ose ndoshta më vinte mua, besoj që në transmetim nuk dëgjoj mirë apo jo. Shkojmë me telefonat tjetër, mirëmëngjesi. Alo. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Urdhroni. Lode. Po. Jam një pensionist. Nga Krasta e Marrëdhënieshit. Po, bukur. Por desha të di, këto punojësit e postës janë paguhen nga posta apo është i punojësi postës që e bjen pensionin në Kras, edhe më ban nga 1.000 lek, pensioni u rrit 2.000 lek, a kupto. Atëherë nuk i bi më u rrit 2.000 lek, 1.000 lek është të rrit pensionit. Tani, verifikoni ky që merr paret nga posta në Bulqizë dhe bin Kras, i takojnë të 1.000 lek, edhe pilojmë edhe 1.000 lek tjetër që të najnë 2.000 lek, apo do më thonë është në i korupcion këtu. Po pse 2.000 lek? Po në kjo tani, ai ma 1.000 lek për pensionistët. Gjithë pensionisti i ma 1.000 lek. Tani, e ka këtë tarif, e ka posta. E kuptova unë këtë, do ta verifikoj, po them pse the 2.000? Po thash 2.000 se në qofta sa korupcion pilojnë edhe në 1.000 lek se nuk i dalin. Aha, e kuptova. Po, në fakti që merr 1.000 i dalin aty, kështu që do interesohen. Sepse do ishte kujdesur vetë për ta arritur, kështu që.
ata janë 500 pensionistë, i bika 1.000 lek, 500.000 lek, do më thonë, edhe rrogën që me rej, edhe, duhem ta dim vetëm që të kuptova dhe do ta shoh pasi të mbaroj emisionin, ju kthej përgjigje nesër. Falenderoj shumë. Faleminderit ty për telefonatën, shkojmë me tjetër, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Urdhë. Kam një problem me legalizimin. Po pse të dëgjoj mirë tani, apo ishe me kufje çfarë? Jo, s'isha me kufje, ndoshta e kisha diçka doli këtu ke një kuadrat i vogël mbi telefon, si për telefon. Okej, nëse urdhë. Në vitin 2013 kemi bërë një kërkesë drejtorisë a Luiznit për hipotekimin e një leje, do të thënë leje, për një ndërtesë që neve kemi bërë në oborin tonë. Dhe akoma, do të thënë tani jemi në vitin 2025, dhe akoma nuk kemi marrë një përgjigje. Dokument aplikimi ke dashur? Shiko, unë e kemi bërë një herë në prill, me datën 1 prill të këtij viti, e bëm dhe na erdhi një përgjigje. Që thoshte? Dhe thoshte ky subjekt, kjo kërkesë keni bërë ju, ka dalë me një emër tjetër, jo me emrin që jemi ne. Si me emër tjetër? Me një emër tjetër, i panjohur për ne. Unë tani kam çuar edhe një herë tjetër, po prapë çuva edhe një herë të kërkesën, me një vetë deklarim, duke e sqaruar ndoshta edhe problemi i këtyre rrugëve, emrave të rrugëve. Ne jemi këtu te rrugë Dibrës. Po. Po mirë, okay. Përpara dikur çfarë zgjidhje ju dhan tani në përgjigje që ju kthyen? Përgjigje të dytë unë nuk kam marrë. Nuk e marr përgjigje të dytë? Po, duke i sqaruar për shkakun. Çfarë veprimi keni bërë pra nga përgjigja që morët? Edhe një herë këtë fletën, të pasqyrën që ka ky vetë deklarime se sa metra katror më pletash, por dhe një vetë deklarim dorazi duke sqaruar që ne jemi në këtë njësi, në këtë adresë për t'i ndihmuar pak ato punonjës. Mundet ndoshta të vinë të bëjnë një verifikim. Ta shikojnë vetë në afër verifikim, po. Dokumentin e aplikimit e ke zonjë? E kam. Do na nisësh? Po, unë kështu kam desh ta nis tek faqja tek Instagrami juaj, po sa shpa të pyetur ndoshta do bëja. Jo, s'ka lidhje fare, ma nis, asgjë. Shumë faleminderit. Të lutem, faleminderit juaj për telefonatën. Presim tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhoni. Për sa i përket atij zotnis që të telefonoj para për ndarjen e pronësisë. Të kam telefonuar edhe para një 3-4 muajsh për të njëjtin problem që kadastra ka fillu duke bërë ndarjet, jo si ka qenë dikur për shembull, sa pjesëtar janë. Prandaj ja thash, besoj isha në rregull në sqarim apo jo. Po, qose mundesh, sepse unë kam bërë kërkesa e gjana dhe që më kam thyë akoma përgjigjen. Qose mundesh ti, kur të kesh kohë, sepse ne qytetarëve të thjeshtë nuk na hapet dera hiç aty, nuk kena drejt as të komunikojmë me ta hiç, është bërë. A mundesh të na interesosh, a është e vërtetë, sepse unë kam bërë 3-4 herë kërkesë me notar, dhe 3-4 herë më ka ardhur njëjtë përgjigje, që ndarja bëhet kështu, sepse unë s'e di pse bëhet. Ashtu ka ndryshuar dashur, është ligjore ajo. Okej. Po kur janë 4 pjesëtar, po se dojnë 8 ose 10-12 pjesë? Ashtu po pra edhe një shiko metrat e dashur, ato kanë rëndësi. Në rast se metrat janë në rregull. Janë të përgjithshme në certifikat, pa supozojmë një shtëpi 50 metra katror. Të gjithë në certifikat ja çet shkruar 15, nuk i thon. Nuk e di ku e kam atë. Nuk e di ku ta gjej. Nuk e ja don për shembull. Kryetari i familjes nga 50 metra katror ti ke më marrë 10. Ai e don për shembull, këtë 50 metra katror ti ke pa supozojmë për shembull i del 5 teta. Jo. Kurse për një si del 1 teta, te ky 50 metra katror, nuk është si ti donej. Nuk po e gjej dot se ku e kam, se kisha të shkruar, ja u kërkova nga kadastra të shkruar, po hajde ta gjej tani se ka kaluar goxha muaj. Por do ta gjej dhe do ja u lexoj të gjithëve shpjegimin e plot se pse shkruhet ashtu. Megjithatë, ajo e metrave ekziston. Po, e metrave në certifikatat që janë dhënë, se tani në certifikatat personale të secilit, pavarësisht se aty është 1, 2, 8, 4, 6, 10 e gjitha me radhë. Në pjesët e më poshtme të përcaktimit dhe në kartel, në mos certifikat pronësie në kartel e ke patjetër metrat e secilit. Jo, nuk e janë.
Nuk janë metra të përgjithshme, po supozojnë 50 metra katror hyrje, jo? Po jo, pra. 50 metra katror ke të shkruar aty, nuk është via tonë do pjesori. Është pjesa atakuese e kartelës e asaj, më kupton? Kështu që shikojeni mirë, sepse korespondojnë metrat. Po, shikoje dhe më telefono sërish. Okej, shumë faleminderit. Bukur. Faleminderit edhe juve për telefonatën. Shkojmë me tjetër. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Klodi. Urdhëro. Si e kalove? Mirë si jeni ju? Për emisionin. Faleminderit shumë. Unë jam një pensionist nga Kastrioti Dibrës. Kam përfituar pension se ta morë në telefon. Tani, këto 3-4 muajt e fundit me hyrën në fuqi këtij vendimi të ri për kooperativa bujqësore. Po? Unë kam aplikuar në dhjetor 2023-shit, më gjë me kujdes. Po të dëgjoj. Dhe në shkurt jam aksidentuar, jam bëzuar të krasit tem, masi kam dalë në pension. Pensionin e kam 109.000 lek vjetra. Unë jam invalid me të dy i kam të dëmtume edhe me 2 paterica me gjeheci. Kam takon një kempa në diçka tjetër apo... Çfarë moshe keni? Unë jam 67 vjeç. Masi kam dalë në pension me 23 dhjetor 2023-shit, në shkurt 2024 su aksidentova. Dëgjoj pak i nderuar. Ka një problem. Të gjithë ata të cilët plotësojnë moshën e pensionit, pra 65 vjeç në rastin konkret për burrat, e humbasin të drejtën për t'u trajtuar me kemp. Sepse kempi, komisioni i posaçëm, trajton të gjitha rastet e personave për invalid deri në moshë pune. Që do thotë mosha punës është aty kur dikush del në pension, aty mbaron. Në rast se kjo moshë plotësohet apo kalohet, i humbet e drejta për të aplikuar për kemp. Më kupton? Pra nuk ka. Unë jam rrëzuar aksidentalisht. E kuptova i nderuar. E kuptova. Po, a mund ta përballoj jetën me 109.000 lekë vjetra? Jo, absolutisht jo. Absolutisht jo. Por që nuk mund të merret edhe pensioni dhe kempi në të njëjtën kohë, sepse thash, kempi i sigurimeve shoqërore ka trajtimin e çdo rasti deri në përfundim të moshës së punës dhe fillimin e moshës së pensionit. Më kupton? Aty ndërpritet dhe nuk të pranohet asnjë aplikim, ose disave u jep edhe disave jo, më kupton? Jo, po desha të pyesë vetëm këtë kam besim. Jo. Kam pyet, nga tha nuk takon, po desha ta sqaroj saktësisht. Jo, nderuar, fatkeqësisht është e vërtetë dhe nuk ju takon. Mirë? Faleminderit, kështu që ka thonë ke punë. Faleminderit, më të mira duroj për ju i dashur. Faleminderit. Shkoj me tjetër telefonat, alo, përshëndetje. Përshëndetje, Klodi. Urdhoni. Jam një banor i komunës Papër. Po. Në Elbasan. U le zërin televizorit të lutem. Kemi 5 ditë pa ujë të pishëm. 5 ditë pa ujë? Po. Po pse? Pa djeg transformatori e bi 400-500 shtëpi. Pse them, pse? Djeg transformatori thonë të zotnit. Edhe njerë, është djegu transformatori? Po. Kemi 5 ditë që bëjmë që bëjmë. Jemi shumë keq. Nuk vin fare apo janë me ndonjë orar të? Nuk vjen fare, pra ka 5 ditë fare. As orar si janë se ti orarin dakord, vjen fare. Ku ndodhet, në cilën zonë? Në ish komunën Papër, njësëmja administrative Papër. Pse s'na ke marrë përpara? Urdhë? Pse s'na keni njoftuar më përpara, them? Presim, pritim. 5 ditë, faleminderit nderuar. E përcjellim sa mbaroj emisioni, s'kemi më kohë, investoni për veten tuaj në fondin e sigurimeve private në Sigal, në të vetme kompani më të madhe në vend dhe që ka patjetër interesat më të mira në treg. Me një kthim vjetor prej 4.6%, çdo para e depozituar nga ana juaj përkthehet në shumë fishim të saj. Dhe ju këtë gjë e konstatoni dhe e shikoni ditë pas dite, muaj pas muaj, vit pas viti, në rast se do vazhdoni për vitesh me radhë, dhe sa më shumë të jeni aty kontribues në një llogari tuaj personale bankare që e kontrolloni gjatë gjithë kohës, aq më i lartë do të jetë edhe përfitimi juaj. Ne thash edhe në ditët e kaluara jemi kështu duke vrapuar çdo ditë për këto punët tona, duke u zgjuar herët në mëngjes, duke vazhduar me punën, familja, por edhe ndonjë dalje tek tuk dhe harrojmë, na ikën shpejt kjo. Kjo e tashmja kthehet shpejt në të kaluar dhe të ardhmen nuk e llogarisim fare. Kështu që ka ardhur koha të mendojmë pak më shumë për veten tonë në një tjetër stat të jetës. Dhe kjo është mënyra më e mirë në fondin e sigurimeve private në Sigal Invest.
Nuk do të zhgënjeni përkundrazi duke filluar nga pak sot, ne nesër do ja kuptojmë vlerën, sepse të tjerët të cilët e kanë si lloj eksperience, po themi kështu, dhe mënyrë të funksionuari prej vitesh, sot janë pak më të qetë se pjesa tjetër e personave, pavarësisht moshës. Telefononi aty dhe do të gjeni gjithçka që ju dëshironi për sa i përket pensioneve. Ishte gjithçka për sot. Faleminderit që na ndoqët dhe ritakojmë gjatë ditës së lajmeve dhe nesër në program.